Them drejtën, duke marrë parasysh kampionatin, mendoj që në Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta. Edhe faktin që Vora ka bërë shumë paraqitje të mira këto 4 javë të para, e kemi parë. Edhe mendoj që është ndeshje shumë e vështirë dhe për ne është normalisht detyrim 3 pikësh, duke marrë parasysh përbërjen që kemi brenda ekipit dhe presojmë ta arrijmë me sukses, por që nuk është ndeshje lehtë. Po normalisht unë me sa kam parë, sidomos ndeshjet e fundit, ato kërkojnë shumë, luajnë futboll dhe mendoj që edhe trajneri ka një dorë shumë të madhe, sepse ai më ka servitur edhe personalisht, edhe e njoh, edhe e di se si kërkon që ai të luajë futboll. Kështu që do jetë ndeshje vështirë, por ne duhet të bëjmë atë që kemi bërë ndeshjet e kaluara dhe mendoj që do ta kalojmë me sukses, pavarësisht se nuk kemi gjetur golin. Mendoj që kemi bërë paraqitje të mira dhe mendoj që do të arrijmë të fitojmë Lor Boriçi. Po të them drejtën, kjo është edhe pishmani jonë, pavarësisht se në Durrës u diskutua offside, por unë nuk mendoj që vetë personalisht nuk mendoj që duhet diskutu offside, duke marrë parasysh rastet që humbëm duhet i shënonim dhe më mirë që ka ndodhur tani dhe të na bëhet mësim që ne edhe jemi më të përqendruar duke filluar nga unë i parë tek i fundit. Siç e ka thënë edhe profesor Edi që unë kam dhimbje koke për të bërë formacionin, kështu që nuk besoj do jetë shumë problem, sepse mendoj që është përbërja shumë e madhe, konkurenca është brenda ekipit dhe çdo lojtar që është në formacion apo edhe në pankinë duhet të jetë i përqendruar dhe të japë maksimumin. Po them drejtën, unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e Vllaznisë, edhe qyteti është mjaft i bukur, është hera parë që unë jam pjesë e Shkodrës bashkë me familjen time, kështu që ndihem shumë i lumtur, shoh entuziazmin e njerëzve, shpresoj vetëm të vazhdojmë përpara dhe të kemi sukses. Po normalisht zgjidhja është, duhet të jemi sinqert, nga profesori Edi Martini, duke marrë parasysh që unë kam pasur 3 vite tek Teuta dhe duhet të jem realist që arsyeja është Edi Martini. Po duke marrë parasysh që unë erdha, u bashkova edhe më vonesë me ekipin, normalisht nuk e prisja edhe me veten që mund të kisha ndeshje të mira ose të isha në rritje kaq shpejt, por jam përkushtuar shumë në stërvitje, sidomos kam dhënë gjithmonë 100% maksimumi dhe jam munduar të mbaj qetësinë dhe ta vazhdoj gradualisht rritjen. Siç e thash, Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta dhe e ka tregu kampionati vite pas vite, unë e kam ndjekur edhe kur isha jashtë. Kështu që këtë vit ka një ndryshim me sistemin e pikëve, janë pikët ato që mbyllin kampionatin, nuk është më vetëm një ndeshje tege finale. Janë gjitha ekipet vështira, kështu që ne duhet vetëm të kemi përqendrim mjaft pasjavë. Bësh një krahasim në këto momente, nuk mendoj që është e dur edhe për ekipet e tjera. Unë mendoj që ekipi Vllaznisë është ekip pretendent, duhet ta them, pavarësisht se mundohemi edhe nuk duhet të jemi euforik, sepse euforia e ka tregu sidomos në Shkodër se çfarë është dhe jemi ekip pretendent, besoj, me futbollin që kemi tregu. Kështu që mendoj që është shumë herët edhe të jap një verdikt që jemi më lart se ekipet e tjera apo jo, sepse në fund shifet çka ke arritur. Po mendoj, duke marrë parasysh ndeshjen me Teutën, mendoj me Vorën nuk duhet na falet një hap falls, kështu që prandaj them duhet jemi të fokusuar. Dhe pastaj është edhe Elbasani, por ndeshja është nesër me Vorën, kështu që nuk mund të mendojmë për Elbasanin, vetëm për Vorën. Po jam me të vërtetë shumë i lumtur, unë siç e thash, e shoh entuziazmin edhe gjatë rrugëve të qytetit, sepse në shkallë dihet Lor Boriçi, por unë zakonisht ecin kom, preferoj të ecin kom dhe e shoh janë gjithë njerëzit entuziastë dhe kjo më bën akoma më të lumtur. Po normalisht kritikat ekzistojnë në futboll, pa kritika nuk mund të mësojmë nga gabimet apo ku diun, por gjithsesi kjo është pjesë e futbollit, prandaj futbolli është i bukur. Po normalisht vajza ime, them drejtën, shef ndeshjet, kuptimin se shef ndeshjet. Thjesht ajo e dashuron topin, sepse unë edhe kur shkoj në dyqane ose kështu, i marr gjithmonë topin dhe ajo ka me shumë pasion që thot gjithmonë babi gol, kështu që shpresoj, por inshallah me fitore se ajo është më e rëndësishme.